Olsi, në fakt, publikimi një video nga ministri izraelit ka shkaktuar mjaft polemika në botë. Si e shikoni publikimin e kësaj video dhe çfarë do thot në fakt vetë përmbajtja e asaj video? Video që u botua dje nga ministri i sigurisë kombëtare Ben Gvir, një ekstremist qefut, i cili publikisht i godet arabët, biles edhe ka vrar arab në të kaluarën, dhe është pjesë e këtyre grupeve ekstremiste qefute të cilat kërkojnë zhdukjen e islamit dhe muslimanëve, me botimin që i bëri dy videove dje, ku do më thëmë policia izraelite në urdhërin e tij i dhunonte këta aktivistët ndërkombëtar. Botimi i videos u bë për disa qëllime. Qëllimi i parë është për konsum të brendshëm në Izrael. Ben Gviri do që t'i tregoj gjithë grupeve ekstremiste që fute që unë jam heroi juaj dhe unë jo vetëm që vras arab, po unë mund vras edhe të torturoj edhe evropian. E dyta, ajo u bë për të kërcënuar opinionin botëror, komunitetin ndërkombëtar në veçanti, personat që protestojnë për Palestinën, për t'i treguar atyre që ju mund të protestoni për Palestinën në për vendet tuaja, por në momentin e parë që do vini në Izrael, ne do t'ju rrahim publikisht, do t'ju torturojmë, do t'ju lidhim sikur t'jeni bakti me ten, do t'ju shtrim në tokë, nuk do pyesim për asnjë lloj nga të drejtat tuaja, dhe mos guxoni herë tjetër që të vini këtu, nga që po të vini në Izrael, ne edhe mund t'ju vrasim. Biles çfarë tha Ben Gviri në videon që ai botoi, ai deklaroi që unë çati bëj tha se nuk më lë Benjamin Netanyahu, tha se po të më lë mua Benjamin Netanyahu, tha, unë do t'i hedh në burg aty tha me palestinezët, edhe dihet që Izraeli ka në përburgjet e tij, nëse s'jam gabim rreth mos gaboj, ndoshta rreth 100.000 palestinez, të cilët i mban në për kafaze, në për kushtet më të njerëzore që mund të ekzistojnë, dhe ashtu sikur i torturon dhe i vret palestinezët, Ben Gviri kërkon që të njëjtën gjë t'i bëjë edhe qytetarëve evropian. Çfarë po ndodh me le të themi, ose më saktë bëj një pyetje edhe lidhur me këtë temë. Ka pasur mjaft reagime ndërkombëtare lidhur me këtë video. A do shkohet më tej në qëndrimin ndaj Izraelit, apo do qëndrohet vetëm tek reagimet nëpër rrjete ose reagime publike? Për fatin e keq të njerëzimit, unë besoj që domethënë reagimet do jenë vetëm publike, kuptohet që kanë reaguar shumë qeveri perëndimore, Spanja, Belgjika, Kanadaja, Greqia, Italia, Franca, kanë bërë demarshe me ambasadorët izraelit për keqtrajtimin që ministri terrorist izraelit Ben Gvir ka bërë ndaj qytetarëve perëndimor të flotilës Sumud. Megjithatë, problemi i perëndimit sot është se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kontrollohen nga lobi qifut. Presidenti Trump është një skllav i bindur i Izraelit, dhe qeveritë evropiane nuk mund të bëjnë dot më shumë se sa kaq. Përpara disa ditësh ne patëm një përplasje në Këshillin e Evropës, ku Spanja, Slovenia, Irlanda dhe një vend dhe më duket edhe Belgjika i kërkuan Bashkimit Evropian që të pezullonte marrëveshjen e tij të tregtisë së lirë me Izraelin dhe të vendoseshin sanksione kundër Izraelit, por Gjermania, Italia e refuzuan kërkesën e Spanjës. Kjo nga që Mossad izraelit dhe CIA amerikane për fatin e keq të popujve të Evropës ka arritur që të instaloj shumë nga agjentët e tyre në për qeveritë e Evropës. Shumë kryeministrat e Evropës sot janë njerëz me dosje nga CIA dhe shantazhohen. Megjithatë, dhuna e hapur që Izraeli tani më po ndërmerr jo vetëm kundër arabëve, muslimanëve,
por edhe kundër qytetarëve evropian, do t'i radikalizoj edhe më shumë qytetarët e Evropës, të cilët në mënyra të ndryshme do ta marrin ligjin në duart e tyre. Tani më ne dim që izraelitët nuk shkelin dot nëpër Evropë, i vetmi vend ku ata shkelin është Shqipëria, nga që nga Kipro deri në Itali, nga Britania e Madhe deri në Spanjë, turistët izraelit po shtyen, përzihen, nuk pranohen që të futen nëpër hotele, bizneset i refuzojnë nga që i din që janë vrasës edhe kriminal. Biles nga kontaktet e mia që unë kam në Shqipëri, di që edhe shumë agjenci turistike në Shqipëri kanë filluar që t'i refuzojnë izraelitët, nga që e din që shumë prej tyre janë vrasës dhe kriminal. Dhe kjo po sjell një efekt ortek apo avalanche, sikur quhet në anglisht, ku qytetarët e botës së lirë po radikalizohen kundër Izraelit, dhe unë besoj që herët apo vonë do të shohim revolucione nëpër Evropë, ku qeveritë filo-izraelite, sigurisht qeveria Quislinge e Edi Ramës, do të rrëzohen dhe qytetarët e Evropës do ta shtirojnë veten e tyre nga zgjedhja zioniste izraelite. Olsi, përqendruar në fakt edhe tek pjesëmarrja e izraelitëve në Shqipëri, ka pasur një hapje të një banke digjitale që quhet Jet Bank, edhe po themi një ndër personazhet më të përfolura që fshihet pak kësaj banke, që është zyrtarisht, është një izraelit. Çfarë do thotë kjo për Shqipërinë dhe pse pikërisht duhet të jetë një izraelit pas bankës së parë digjitale? Kjo është pjesë e pazareve që Edi Rama është duke bërë me mafien izraelite, në mënyrë që ata ta mbajnë pushtet. Ky personi që është drejtues i kësaj bankës, Jet Bank, ja harrova edhe emrin, është një person i cili është dënuar, nëse s'jam gabim, në Austri për forexe, domethënë është mashtrues ordiner. Kjo bank po ndërtohet me para të krimit izraelit. Tani pse Edi Rama e bën atë? Edi Ramës mafia izraelite me sa duket i ka premtuar para përqindje në këtë grabitje masive që do t'i bëhen shqiptarëve. Kjo është një bank e krijuar nga hiçi, këta persona nuk janë bankierë, këta janë thjesht hajdut. Por me sa duket kjo është një nga ato skemat që Rama bën, sigur bënte edhe me Akshin, ku do grabiten lekët e shqiptarëve me skema piramidale, me mashtrime. Dhe si gjithmonë qeverinë e Ramës, por edhe këta hajdutët izraelit zakonisht nuk do t'i dënoj ligji. Ne dim rastet e shumë forexeve që janë hapur në Shqipëri në vitet e fundit, ku shpesh herë personat që arrestohen janë thjesht shqiptarët që punojnë në për këto call centera, ndërsa pronarët e tyre izraelit, shumë që janë ushtarak të IDF-it izraelit, jetojnë në Izrael dhe vinë në Shqipëri vetëm kur mbledhin lekët që ata grabisin ndaj qytetarëve evropian. E njëjta gjë do ndodhi me këtë Jet Bankun, por edhe me rastin e Jet Bankut, por jo vetëm Jet Bankut, por edhe me pronat masive që Rama po i jep izraelitëve. Më së fundi kemi atë ligjin që do kalohet së shpejti për shitjen e 100.000 hektarëve toka shtetërore ndaj të huajve. Izraelitët, me sa unë po kuptoj, janë duke ndërtuar në Shqipëri ato kibucet e tyre, janë koloni bujësore që ata fillimisht i ndërtuan në Palestinë përpara 100 vitesh, dhe kështu nisi kolonizimi i Palestinës. Edhe sikur edhe ish analisti i CIA-s John Kiriakou tregoi në një intervistë që pati me Tucker Carlson përpara disa ditësh, me sa duket izraelitët po bëjnë plane që të ndërtojnë kolonitë e tyre në Shqipëri, në Greqi, në Kipro, nga që këto vende janë vende mesdhetare, janë me klimë të mirë, janë vende të bekuara, dhe çifutët ua kanë vënë syrin. Dhe në zaten në Shqipëri, çifutët eksperimentin e parë që bën është me ndërtimin e shtetit të mujahidinëve të Manzës, ku
kryeministri Rama duke shkelur me dy këmbë kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, kodin penal të Shqipërisë, pavarësinë e Shqipërisë, historinë e Shqipërisë, për t'i bërë qefin Izraelit, i dha një grupi terroristësh iranian mundësinë që ata të krijojnë shtetin e tyre në kampin Ashraf 3 të Manzës, ku mujahidinët kanë krijuar një shtet brenda shteti, i cili ka sigurinë e tij, ka kufijtë e tij, ka ligjet e tij, ka organet e tija mjekësore, ka shkollat e tij, domethënë me pak fjalë është një shtet brenda shtetit. Diçka domethënë nëse neve përpara 1 apo 2 vitesh protestonin me të madhe kur Edi Rama njoftoi në vitin 2024 që do ndërtonte shtetin Bektashian, nga që edhe për atë u kërkuan izraelitët, shumë pak veta vëjnë theksin që përpara shtetit Bektashian, izraelitët në Shqipëri kanë krijuar shtetin Mujahidin, dhe nuk mund të jetë çudi sikur në të ardhmen ata të shkëpusin edhe pjesë të tjera të territorit kombëtar shqiptar dhe të ndërtojnë një shtet izraelit. Polsi, çfarë të resh kemi nga negociatat mes Iranit dhe SBA-s lidhur me një marrëveshje të mundshme? Deri tani nuk kemi shumë ndryshime. Amerikanët kanë dështuar në kontrollin e ngushticës së Hormuzit. Irani është akoma kontrollon ngushticën e Hormuzit. Presidenti Trump në fillim të kësaj jave apo javën e kaluar më saktë shkoi në Pekin, ku takua me sekretarin e përgjithshëm të Partisë Komuniste të Kinës me Xi Jinpingin, ku amerikanët u munduan që të merrnin koncesione nga Kina, por dhe në veçanti për punën e Iranit, por kinezët normalisht që nuk pranuan që ta tradhtonin aleatin e tyre që është Irani. Kjo gjë e tërvoi presidentin Trump, i cili në fillim të kësaj jave deklaroi që iranianët ose duhet pranojnë kushtet e mia ose ne do t'i bombardojmë përsëri. Iranianët, të cilët tani më kanë mësuar lojën, u përgjigjen që i thanë ne jemi gati. Dhe në fillim të kësaj jave ne patëm goditje me 3 dron të centralit atomik të Abu Dhabit në Emiratet e Bashkuara Arabe, ku me sa duket iranianët i dhanë mesazh amerikanëve dhe izraelitëve që nëse nisin bombardimet kundër nesh, edhe ne do të shkatrojmë gjithë infrastrukturën e këtyre regjimeve kukulla pro-izraelite të lindjes mesme, sikur janë Emiratet e Bashkuara Arabe, dhe normalisht që do goditet edhe Izraeli. Pra, deri në këto momente nuk kemi asnjë përparim. Në të njëjtën kohë, kriza globale ka përshkallëzuar ndjeshëm. Vende sikur Tajlanda, India, Bangladeshi, Filipinet janë në gjendje urgjence, ja që u mungon nafta, por kjo urgjencë dhe ndihet në gjithë botën, nga SBA-ja e deri në Japoni, ku çmimet e benzinës, naftës si në Amerikë për shembull pothuajse janë dyfishuar. Dyfishimi i këtyre ka sjell dyfishimin e ushqimeve dhe produkteve të tjera. Dhe presidenti Trump është në një situatë shumë të rënduar psikologjike, nga që në veçanti populli amerikan është i revoltuar nga lufta që Trump i bën për Izraelin. Në nëntor vinë zgjedhjet për Kongresin dhe Senatin amerikan, dhe probabiliteti shumë i madh që republikanët do të humbasin. Nëse ata humbasin, presidenti Trump do të rrëzohet nga pushteti dhe ndoshta edhe mund të burgoset. Iranianët janë duke luajtur me kohën. Tani jemi në muajin maj, edhe 7 ditë plotësohen 3 muaj dhe do hymë në muajin e 4 të luftës. Vendet e gjirit persik janë në një krizë të paparë ekonomike. Vende që nga Iraku, nga Kuvaiti, nga Emiratet e Bashkuara Arabe, nga Bahreini, të gjitha kanë kërkuar për ndihmë, për borxhe nga amerikanët, ja që këto vende po bëhen rreth 3 muaj që nuk po shesin më naftë
Dhe ajo mrekullia e naftës e petrodollarit arab, e cila ndërtoi këto oazet e petrodollarit në shkretëtirat e Arabisë, është duke rënë në mënyrë shumë të shpejtë dhe shumë persona janë duke u larguar nga këto vende.